Tashmë janë gati 9 nga 11 lëndë të cilat shpejti do t'i dorëzohen policisë financiare, zbuloi në emisionin Biznes 21 drejtori i Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik Nikola Dodov, duke theksuar se revizioni ka zbuluar shumë keqpërdorime të parave për inovacione. Te mbi 80 kompani janë detektuar parregullsi. Fondi kishte angazhuar 591 ekspert vendas, prej tyre rreth 70 janë në hetim dhe 8 ekspert të huaj nga komiteti, të cilët kanë vendosur se kush të marrë para nga fondi. Mes tyre është edhe Gunter Fellinger, i cili kërkoi nga BE санкционе ndaj Мaqedonisë. Он и неко други членови од комитетот се исто така се под истрага. Во делот на истрагата и тие се фатени заедно со стручните лица. До сега јас некаде околу 70 луѓе имам сомневање за некакво. Значи 70 домашни и околу 7 да, и најверојатно 8 ќе бидат странски во брзо време. По тоа што го имам прочитано и тоа што го имам видено со, значи лично јас, се договарани и преговарани начините кои како да добие, која компанија да добие и што да добие. Dodov zbuloi se u ka prishur kontrata 40 të punësuarve me honorar të cilët kanë marrë nga 1.000 euro, ndërsa nuk janë paraqitur në vendet e punës ose vijnë vetëm shkurt. Qeveria ende pa vendim nëse fondi do të shfuqizohet ose do shkrihet me një institucion tjetër shtetëror, e drejtori thotë. Ваков скандалозен фонд, ајде да кажам како до сега, навистина треба да не постои. Fondi ka borx prej 15 milion euro ndaj startupeve deri në fund të projekteve. Brenda 12 viteve përmes fondit kompanive private u janë paguar 82 milion euro.